Një rrjet i organizuar prostitucioni ndërkombëtar është zbuluar nga policia në një vilë dykatshe në zonën e plazhit në Durrës. Veprimtaria zhvilloi në një ndërtesë të marrë i qira, e cila shërbente si ambient për ushtrimin e prostitucionit nga shtetaset të huaja. Hetimet quan arrestimin e një 46 vjeçare kineze, e cila dyshohet si organizatore e rrjetit të prostitucionit. Janë arrestuar edhe 3 shtetase të tjera kineze për veprën penale e prostitucioni. Policia ka proceduar në gjendje të lirë 2 kineze, si dhe 8 shtetas shqiptar, të cilët dyshohet se kanë qenë klienta apo të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm. Ndërkohë në kërkim është shpallur shtetësia britanike, një 46 vjeçare e cila sipas hetimeve ka bashkëpunuar në marrjen me qira dhe përshtatjen e ambientit për ushtrim prostitucioni. Rrjeti operonte përmes një skeme të mirë organizuar, vila përdore si spa ose qendre relaksi, por në fakt ofronte shërbime seksuale kundrejt pagesës, ndërsa klientët siguroheshin përmes kontakteve private, rrjeteve sociale apo mjetesh të koduara komunikimi. Të huajat strehoheshin në vilë në mënyrë që të kontrolloheshin nga organizatoria, duke ngritur dyshime edhe për shfrytëzim e trafikim të mundshëm.